Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka bërë një paralajmërim të fortë për rrezikun në rritje që paraqet Rusia për sigurinë e Europës, duke theksuar se shpërfillja e këtij kërcënimi do të ishte një gabim i rënd. Në një fjalim televiziv ai konfirmoi se Franca është e gatshme të hapë një debat strategjik mbi mundësinë e zgjerimit të ombrellës së saj bërthamore për të mbrojtur aleatët evropian. Deklarata e Macron vjen në prag të një samiti urgjent të Bashkimit Evropian në Bruksel, ku liderët e Bashkimit Evropian do të diskutojnë për rritjen e shpenzimeve ushtarake dhe fuqizimin e mbrojtjes europiane. Kjo është një kërkesë gjithnjë e më e fortë edhe nga administrata amerikane për shkak të shqetësimeve mbi angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj NATO-s dhe sigurisë europiane. Duke u referuar thirrjes së kancelarit të ardhshëm gjerman, Friedrich Merz, Macron u shpreh i hapur për një diskutim mbi mbrojtjen e vendeve europiane përmes kapaciteteve bërthamore franceze. Ombrella jon bërthamore është e plotë, sovrane dhe franceze, por ne duhet të shqyrtojmë mënyra për të mbrojtur më mirë Europën përballë kërcënimeve në rritje, deklaroi ai. Ombrella bërthamore franceze e krijuar në vitin 1960 nga Charles de Gaulle është ndërtuar për të qenë plotësisht e pavarur nga SBA-ja, të cilat së bashku me Rusinë zotërojnë pjesën ndërmuese të arsenalit bërthamor global. Aktualisht Franca ka rreth 290 koka bërthamore, ndërsa debati mbi shtrirjen e mbrojtjes së saj ndaj aleatëve europian pritet të jetë një çështje kyçe në diskursin politik dhe strategjik të kontinentit në muajin e ardhshëm.